Turma nuk po përshpëriste më, po bërtiste. Telefonat ishin ngritur lart, duart dridheshin dhe dikush bërtiti. Ky djalë ka vdekur. Ka vdekur para 15 vitesh. Një grua në qendër të gjithë asaj zhurme mbeti e ngrirë. Ngjyra ju zhduk nga fytyra, buzët ju drodhen ndërsa shikonte Borin përballë saj. Të njëjtat sy, e njëjta shenjë, e njëjta fytyrë që ajo kishte parë të zhdukej në det. Ai nuk ishte fantazëm, nuk ishte thash e hem, ai ishte gjallë. Dhe në atë moment gjithçka që ajo kishte ndërtuar mbi një gënjeshtër filloi të shembej. Mirë se vini në histori të vërteta ku tregojmë jetë reale, tradhti reale dhe pasoja reale pa filtra. Para se të vazhdojmë, na tregoni në komente nga cili vend po na shikoni dhe nëse besoni se e vërteta gjithmonë del në sipërfaqe, abonohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet, sepse kjo histori dëshmon se asnjë sekret nuk mbetet i varrosur për gjithmonë. Kur Valmira Dervishi hyri për herë të parë në oborin e shtëpisë të Petritit, askush nuk foli për disa sekonda. Ishte një nga ato momente të heshtura kur fshati vëren, madh dhe vendos nëse do të pranoj dik apo jo. Ajo nuk kishte ardhur me zhurmë, as me arrogancë. Hapi portën ngadalë, uli kokën lehtë dhe buzëqeshi me një qetësi që i bëri gratë e lagjes të shkëmbenin shikime miratimi. Ishte dheshur thjesht, asgjë e tepruar. Një fustan i çelët, flokët e lidhur pas koke, këpucë të pastra, por jo të shtrenjta. Çdo detaj duke i menduar për një gjë të vetme. Të mos binte në sy, por të mos harrohej. Petriti qëndronte pranë saj i tendosur. Kishte vite që jetonte vetëm me djalin e tij 10 vjeçar Lorikun. Që nga dita kur nëna e tij kishte ndëruar jetë. Fshati nuk e kishte lënë kurrë të qetë. Çdo vizitë, çdo kafe, çdo mbledhje familjare përfundonte me të njëjtën fjali. Një shtëpi ka nevojë për grua, djali ka nevojë për nën. Dhe kur Valmira u shfaq, shumë kush e pati si zgjidhjen e vonuar. Loriku qëndronte pak më larg pranë murit të shtëpisë. Ai I mbante duart në xhepa dhe vështronte tokën. Nuk I pëlqenin ndryshimet. Që nga humbja e nënës, ai kishte mësuar se çdo gjë e re sillte dhimbje. Por kur Valmira ju afrua dhe u ul në nivelin e tij, zëri I saj ishte I bull. Ti duhet të jesh Loriku, I tha. Kam dëgjuar shumë për ty, ai ngriti syt. Ajo po buzëqeshte. Jo një buzëqeshje e madhe, por e ngrohtë. Për një çast diçka u çlirua në gjoksin e tij. Ditët e para pas martesës kaluan qetë. Valmira u zgjua herët çdo mëngjes. Pastronte oborin, rregullonte shtëpinë, gatuante ushqime që fshati I njihte mirë. Ajo nuk ndryshoi asgjë menjëherë. Nuk zhvendosi mobilje, nuk preku fotografitë e vjetra. Ishte e kujdesshme të mos dukej sikur po zinte vendin e dikujt tjetër. Për Lorikun ajo u bë prani e qëndrueshme. Ja përgatiste çantën për shkollë, ja kontrollonte detyrat, I jepte këshilla të vogla. Kur ai kthehej I lodhur, ajo e pyeste për ditën. Kur kishte ndonjë problem, ajo e dëgjonte pa e ndërprerë. Fshati filloi të fliste, sa grua e rrallë. Nuk është e lehtë të rrisësh fëmijën e dikujt tjetër. Zoti e ka bekuar atë shtëpi. Valmira e dëgjonte gjithçka dhe nuk harronte asgjë. Në publik ajo ishte gjithmonë e njëjtë, e qetë, e duruar. Kur Loriku gabonte, ajo e mbronte. Kur ndonjë fëmijë tjetër e ngacmonte, ajo ndërhynte. Kur Petriti ngrinte zërin, ajo e qetësonte. Por brenda shtëpisë, Valmira vëzhgonte. Ajo vëzhgonte mënyrën si Petriti e shikonte djalin e tij, si e përkëdhelte pa e kuptuar, si zëri I saj ndryshonte kur I fliste. Ishte një lidhje që ajo nuk e kishte dhe e ndjente simur mes tyre. Në mbrëmje kur shtëpia binte në heshtje, Valmira ecte nga një dhomë në tjetrën, prekte muret, dritaret, dyshemen. Ajo nuk I shikonte këto si kujtime, I shikonte si pronësi, si diçka që duhej ruajtur, kontrolluar, trashëguar dhe Loriku ishte pjesë e asaj trashëgimie. Fillimisht ndryshimet ishin të vogla, aq të vogla sa askush nuk mund t'i quante atrejtësi. Një vërejtje më e ashpër, një shikim më I ftohtë, një përqafim që mungonte kur ishin vetëm. Nuk duhet të flasësh kështu. Duhet të jesh më I kujdesshëm. Babaiut lodhet për ty Loriku nuk e kundërshtonte. Ai kishte mësuar se fëmijët nuk bëjnë pyetje. Ai përpiqej më shumë, studionte më gjatë, fliste më pak. Mendonte se nëse do të ishte I mirë, gjithçka do të qëndronte e qetë. Por qetësia e Valmirës nuk ishte paqe.
Ajo filloi të fliste Petritin natën, jo me akuza, me shqetësime. Më duket i mbyllur, kam frikë se po ndryshon, mos ndoshta po e mban brenda gjitha të dhimbje? Petriti e dëgjonte dhe dyshimi filloi të zënte vend. Në fshat njerëzit nisën të vërenin se Loriku nuk qeshte më si më parë, nuk luante gjatë, rinte vetëm. Shumë e justifikuan me humbjen e nënës. Askush nuk e pa Valmirën si shkak. Ajo vazhdonte të ishte grua e përkrejt. Një pasdite, Loriku u kthye nga shkolla me këpucet e lagura. Ishte rrëzuar. Valmira e ndihmua të ndërrohej, por fytyra e saj ishte e ftohtë. Duhet të jesh më i fortë. Bota nuk fal. Ai uli kokën. Nuk e kuptoi pse fjalët e saj i dhembën më shumë se plaga. Ajo e kuptoi atë ditë diçka thelbësore. Loriku nuk ishte fëmijë i saj. Ai ishte lidhje që nuk e kishte zgjedhur, kujtim që nuk i përkiste. Dhe një ditë nëse ajo do të kishte një djalë të saj, atij djalë nuk do të jetonte nën hijen e askujt tjetër. Mendimi u rrënjos ngadalë. Një natë Valmira u ndal te dera e dhomës së Lorikut. Ai flinte. Frymëmarrja e tij ishte e qetë. Një fëmijë i jashtëzakonshëm. I pafajshëm, por ajo nuk pa fajsi, pa rrezik. Ajo u kthye në dhomë dhe u shtri pranë Petritit. I vendosi dorën mbi gjoks sikur kërkonte siguri. Ai u rrotullua në gjumë dhe buzëqeshi pa u zgjuar. Valmira shikoi tavanin dhe mendoi për tokën, emrin, trashëgimin. Në atë shtëpi të gjithë e lavdëruan. Askush nuk e pa fillimin, por ajo tashmë e dinte sa kohë që Loriku ekzistonte, ajo nuk do të zotëronte plotësisht këtë familje dhe kjo ishte e papranueshme. Vitet kaluan, por shtëpia nuk u qetësua kurrë. Loriku nuk e kuptoi sakt kur ndodhi ndryshimi. Nuk ishte një ditë e vetme, asnjë ngjarje e madhe. Ishte si lagështia që hyn ngadalë në mure, pa zhurmë, pa shenja të dukshme, derisa një ditë e kupton se gjithçka është bërë e rënd për të marrë frymë. Ai ishte rritur, trupi ishte zgjatur, shpatullat i ishin ngurtësuar nga puna e vogël që bënte pas shkolle dhe syt i ishin bërë më të kujdesshëm. Nuk fliste më pa menduar, nuk qeshte më pa arsye. Çdo fjalë e mate, çdo lëvizje e kontrollonte. Valmira në sytë e fshatit mbeti po ajo. Çdo mëngjes ajo dilte në obor herët, fshinte pragun, u jepte bukë pulave, përshënte fqinët që kalonin rrugës për në ar ose për në punë, ndalonte te dyqani i lagjes për të bler bukë dhe për të shkëmbyer disa fjalë me gratë e tjera. Si është Loriku? E pyesnin. Mirë, buzëqeshte ajo. Pak i mbyllur, por fëmijët kalojnë faza. Gjithmonë me atë fjalë fazë, asnjëherë faj, asnjëherë akuzë, vetëm shqetësim i matur. Në shtëpi buzëqeshja e saj kishte rregulla. Nëse Loriku zgjidhej herët dhe i bënte punët pa u përkuar, ajo i fliste bull. Nëse harronte diçka, nuk bërtiste, thjesht të shikonte gjatë derisa ai ta ndjente gabimin si barë në kraharor. Duhet të mendosh më shumë, i thoshte, babai yt nuk ka nevojë për probleme. Fjala probleme u bë e zakonshme, e përditshme, e padukshme, por gjithmonë e pranishme. Në shkollë Loriku filloi të humbiste përqendrimin jo sepse nuk kuptonte mësimet, por sepse mendja i rrinte të shtëja, të zëri i Valmirës, të shikimi i saj kur ai gabonte, të heshtja që binte pas çdo fjalje të tij. Një ditë mësuesja e matematikës e firi, por çfarë ke? E pyeti. Nuk je më si më parë. Ai ngriti supët. Çfarë mund të thoshte? Se në shtëpi po mësonte të zhdukej ngadalë. Kur kthehej pas dite, Valmira e priste gjithmonë me të njëjtën pyetje. Si u sollët sot? Jo si ishte shkolla, por si u sollët. Sjellja ishte bërë më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Në mbrëmje kur Petriti kthehej i lodhur nga puna, Valmira e kishte tryezën gati. Fliste për çmimet, për njerëzit, për ndonjë dasmë të ardhshme. Vetëm kur Loriku largohej në dhomën e tij, ajo e ndryshonte tonin. Nuk të mërzis, i thoshte, por po më shqetëson sjellja e tij. Petriti ngrinte vëthullat. Çfarë ka bërë? Asgjë e madhe, vazhdonte ajo. Thjesht po mbyllet, po na largohet. Këto fjalë punonin ngadalë. Petriti nuk donte t'i besonte, por as nuk donte të debatonte. Filloi ta vështronte djalin e tij më ndryshe, të pyes më shpesh, të dyshoj. Një ditë vere, Loriku kthye vonë në shtëpi. Kishte ndihmuar një burr të moshuar të mbante dru nga kodra poshtë fshatit. Kur hyri në obor, Valmira ishte aty. Ku e qen?
po ndihmoja pa më pyetur. Zëri i saj ishte i qetë, por sytë jo. Në darkë nuk u përmend asgjë. Para Petritit Valmira u tregua e bull. Është fëmijë, i tha, gabimet janë pjesë e rritjes. Por kur mbetën vetëm ajo ju afrua Lorikut. Nëse njerëzit fillojnë të flasin, i tha ngadalë, baba ju do të vuaj. Këto fjalë e shpuan më fort se çdo qortim. Nga ajo ditë, dashuria u bë shpërblim, heshtja u bë ndëshkim. Nëse Loriku sillej ashtu siç pritej, Valmira i vendoste dorën më shpatull para të tjerëve. Nëse jo, ajo thjesht largohej dhe ai mësoi se indiferenca dhem më shumë se zemërimi. Në fshat reputacioni i Valmirës u forcua. Sa durim ka ajo grua. Po e rrit si të ishte i saj. Askush nuk e shite si ajo i rregullonte historitë. Si një gabim i vogël bëhej provë karakteri. Si një heshtje e Lorikut quhej mungesë respekti. Një ditë gjatë një feste familjare, Loriku u përpoq të tregonte për një çmim të vogël që kishte marrë në shkollë. Valmira e ndërpreu me një buzëqeshje të lehtë. Po, por duhet të mësoj edhe si të sillet me njerëzit. Të qeshura të lehta. Loriku u skuq, u tërhoq në heshtje. Pas asaj nate ai nuk foli më në mbledhje familjare. Valmira e kishte arritur qëllimin e saj të parë. Kishte mbjell një ide të re, të padukshme, por të fortë. Loriku nuk ishte i keq, ai ishte i vështirë dhe kjo ishte më e besueshme. Një mbrëmje vere, Valmira gjeti një fletore të vogël në jashtëkun e Lorikut. Nuk e hapi indirekt, e mbajti për disa ditë. Pastaj ja la mbi tavolinë. Nuk duhet t'i mbash gjërat brenda. Kjo nuk është e shëndetshme. Loriku kuptoi se nuk kishte më asnjë cep të sigurt. Në fund të atyre viteve shtëpia kishte ndryshuar. Jo me britma, jo me dhunë, por me bindje të ngadalë. Petriti u bë më i ftohtë, Loriku më i heshtur dhe Valmira më e qetë. Ajo buzëqeshte, ajo priste, ajo ndërtonte dhe pa e kuptuar të gjithë po mësonin një lehtësim të rrezikshëm. Në atë shtëpi dashuria kishte kushte 4 vite pritje, heshtjeje. Shprese që thyej çdo muaj dhe ringrihej përsëri me kokfortësi. Për Valmirën koha nuk kalonte, ajo rëndonte. Çdo ditë ishte provë, çdo muaj ishte gjykim. Në fshat njerëzit nuk pyesnin drejt për drejt. Ata nuk kishin nevojë. Pyetjet vinin në formë këshillash. Mos u shqetëso, Zoti i ka orët e veta. Duhet të pushosh më shumë. Ndoshta duhet të shihesh te ndonjë mjek tjetër. Valmira buzëqeshte. Gjithmonë buzëqeshte, por kur mbetej vetëm, duart I dridheshin. Ajo I dinte rregullat e pashkruara. Një grua që nuk sillte fëmijë, sidomos djalë, nuk ishte e sigurt. Jo në një familje ku kishte tokë, emër dhe trashëgimi dhe më keq akoma në një shtëpi ku tashmë jetonte një djalë që nuk ishte I saj. Loriku po rritej. Çdo vit që kalonte ai bëhej më I fortë, më I qartë, më I pranishëm. Nuk fliste shumë, por kishte filluar të kuptonte gjërat. Kishte filluar të lexonte dokumente, të dëgjonte biseda, të dallonte tonet. Ishte fëmia që nuk kërkonte vëmendje dhe pikërisht kjo e bënte të rrezikshëm në sytë e Valmirës. Në shtëpi heshtja u bë më e rëndë. Çdo herë që Valmira ndjente se trupi I saj mund të ishte shtatzën, ajo ndryshonte. Bëhej më e butë, më e kujdesshme, më e duruar. Loriku e ndjente këtë edhe pse nuk e kuptonte pse. Pastaj vinin ditët e zhgënjimit. Valmira mbyllej në banjë, qëndronte gjatë, dilte me sy të skuqur dhe buzëqeshjen e saj të zakonshme, por tani ajo buzëqeshje kishte diçka të thyer. Petriti përpiqej ta qetësonte. Nuk ka rëndësi, I thoshte, e kemi një djalë. Ajo nuk përgjigjej menjëherë. E dëgjonte fjalinë, e përtypte dhe ndjente një nxehtësi të ftohtë t'i ngjitej në kraharor. Një djalë që nuk është imi. Pas 2 vitesh pa rezultat, Valmira filloi të shkojë te mjekët, jo hapur, jo me zë të lartë. Në fillim në qytetin më të afërt, pastaj më larg. Çdo udhëtim ishte një sekret I vogël, çdo analizë një shpresë e re. Në dhomën e pritjes ajo dëgjonte gra të tjera duke folur për fëmijët e tyre. Për lindje, për djem. Ajo rinte e heshtur, me duart e mbledhura fort në pre. Mjekët flisnin me kujdes. Duhet kohë, stresi ndikon, mos e bëni presion vetes. Por presioni ishte gjithçka që ajo ndjente. Në fshat gratë filluan të flisnin më hapur.
Valmira po pjaket, Petriti ka djalë, por jo trashëgimtar të saj. Kush e di çfarë do të ndodhë nesër? Ajo i dëgjonte këto fjalë. Si thika të vogla. Në shtëpi, marrëdhënia e saj me Lorikun u bë më e ftohtë, jo të vunshuara, e llogaritur. Ajo filloi ta shikonte jo si fëmijë, por si matës kohe. Sa më shumë vite kalonin pa shtatzani, aq më i madh bëhej rreziku që ai të mbetej përgjithmonë djali i vetëm. Një natë pas një vizite tjetër të mjeku, Valmira u ul vetëm në kuzhinë. Tavolina ishte bosh. Ora tiktakonte fort. Ajo vendosi duart mbi bark dhe për herë të parë mendoi qartë, pa justifikime. Nëse nuk mund ta largoj kohën, duhet të largoj pengesën. Mendimi e tronditi, por nuk u largua. Viti i katërt ishte më i vështiri. Petriti filloi të lodhej nga pritja, jo nga Valmira, por nga atmosfera, nga tensioni, nga heshtja. Ai filloi të qëndronte më gjatë ash, të fliste më pak, të shmangte çdo bisedë që kishte lidhje me fëmijë dhe pastaj ndodhi. Valmira u ndjen ndryshe, jo si herët e tjera. Nuk e tha menjëherë, priti, numëroi ditët, shkoi te mjeku vetëm. Kur mjeku u nxiti syt nga analiza dhe tha pozitive, Valmira nuk qau, nuk buzëqeshi. Ajo u mbështet pas karriges dhe mbylli syt, por frika nuk largoi. Ajo kishte nevojë për më shumë. Muajt kaluan me ankthin, çdo kontroll ishte gjykim. Dhe kur më në fund mjeku tha është djalë, diçka brenda saj u fiksua. Frika u kthye në siguri, pritja u kthye në plan, shpresa u kthye në vendim. Nga atë moment Loriku nuk ishte më fëmijë, ishte rrezik. Valmira filloi të ndryshoi strategji. Fjalët e saj u bën më të mprehta, shqetësimet më të shpeshta. Po bëhet arrogant, nuk më respekton. Nuk dua që djali ynë të rritet pranë kësaj energjie. Petriti filloi të qëndronte më shumë, nuk e kundërshtonte, nuk e mbronte më Lorikun si më parë. Ai zgjodhi qetësinë e shtëpisë mbi të vërtetën e dhimbshme. Një mbrëmje Loriku e përpoqi të fliste. Babi, Jona tani i tha Petriti. Mos e mërzit Valmirën. Ishte hera e parë që ai e ndjente qartë se po humbiste. Në fshat thash të met u shtuan. Valmira më në fund do djalë. Loriku do të largohet një ditë. Nuk mund të ketë dy djem në një shtëpi. Valmira i dëgjonte këto fjalë dhe nuk i ndalte më. Ajo mbante barkun me dorë dhe buzëqeshte. Në shtëpi gjithçka filloi të rrotullohej rreth shtatzanisë. Rregulla të reja, heshtje më e thellë. Loriku ndjehej si mysafir në shtëpinë e vet. Petriti zgjodhi pa e thënë me zë të lartë. Ai zgjodhi paqen, ai zgjodhi heshtjen, ai zgjodhi të mos shite dhe Valmira e dinte. 4 vite pritje kishin mbaruar. Tani fillonte faza tjetër dhe në mendjen e saj kishte vend vetëm për një djalë. Ideja e pajtimit nuk erdhi menjëherë. Ajo u ndërtua ngadalë me durim, si çdo gjë tjetër që Valmira kishte bërë deri atëherë. Loriku ishte 14 vjeç. Ishte në atë moshë të vështirë kur trupi rritet më shpejt se mendja, kur djaloshi fillon të kuptojë se nuk është më fëmijë, por ende nuk ka forcë të mbrojë veten. Në shtëpi ai ndiej gjithnjë e më i huaj. Bisedat ndaleshin kur hynte në dë. Syt shmangeshin. Heshtja bëhej e trash, e rëndë, si ajër që nuk të mjafton për të marrë frymë. Valmira e vuri re se ai po tërhiqej. Jo me rebelim, por me dorëzim. Nuk kundërshtonte më, nuk pyeste, nuk përpiqej të shpjegoj dhe kjo e shqetësoi. Një fëmijë që hesht shumë nuk është i dobishëm për një histori që duhet kontrolluar. Një mbrëmje ajo e thirri në kuzhinë. Lorik i tha me një zë që nuk e kishte përdorur prej kohësh. I but, thuaj se i përmalluar. A e di sa ke vuajtur këto vite? A i ngriti syt i hutuar. Ndoshta të kemi keq kuptuar, vazhdoi ajo. Edhe unë edhe baba yt. Ndoshta kemi gabuar. Ishte hera e parë që ajo pranonte një gabim. Zemra e Lorikut rrahu më fort. Do të ishte mirë të kalonim pak kohë bashkë, shtoi ajo. Të flisnim si familje, pa tension, pa zëra të tjerë. Kur ja tregoi këtë Petritit, ajo e bëri me kujdes. Djali po largohet, tha, dhe unë nuk dua që kjo familje të coptohet. Ndoshta kemi nevojë për një fillim të ri. Petriti u ndje fajtor. Kishte muaj që e shmangte Lorikun. Kishte zgjedhur heshtjen sepse ishte më e lehtë se përballja. Fjala fillim i ri i tingëlloi si shpëtim.
kështu u vendos udhëtimi. Jo diçka e madhe. Jo pushime, vetëm një dalje e thjesht drejt Bregdetit, në një zonë ku familjet shkonin shpesh për ajër të pastër. Valmira insistoi që të ishte diçka e qetë, pa të afërmi, pa fqinj, vetëm ata. Loriku nuk foli shumë kur e mori vesh, por brenda tij diçka u ndes, një shpresë e vogël, e rrezikshme. Mendoj se ndoshta më në fund do ta dëgjonin, se ndoshta nuk ishte vonë. U nisën herët në mëngjes. Rruga ishte e gjatë me kthesa që zbrisnin drejt detit. Era hynte nga dritarja e hapur. Valmira fliste për gjëra të zakonshme. Petriti ngiste makinën në heshtje. Loriku shikonte peizazhin dhe për herë të parë pas shumë kohësh nuk ndjente frikë. Arritën pranë një ure betoni mbi një zonë ku deti përplasej fort pas shkëmbimeve poshtëure. Vendi ishte i njohur për vendasit. Nuk ishte turistike, nuk kishte shumë njerëz, vetëm zhurma e vazhdueshme e dallgëve. Le të ndalemi pak, tha Valmira. Ajri këtu është i mirë. Zbritën nga makina. Era ishte e fortë. Deti duke i egër atë ditë i errët me valë të mëdha që godisnin shkëmbinjt poshtëre. Loriku u afrua te paramakët dhe shikoi poshtë. Uji dukej shumë larg. Valmira u afrua ngadalë. Kam dashur të flas me ty pa britma, pa keq kuptima. Ai u kthye nga ajo. Nuk të kam urrejtur kur, Lorik, vazhdoi ajo. Por ndonjëherë njerëzit lëndojnë pa e kuptuar. Loriku ndjeu një ngushtim në fyt. Unë jam përpjekur, tha me zë të ulët. Nuk kam dashur të prish asgjë. Valmira e pa drejt në sy. Për disa sekonda fytyra e saj ishte e palvizshme, pastaj buzëqeshi lehtë dhe tha, e di, prandaj jam këtu. Ajo hodhi një hap më afër. Petriti ishte pak më larg, duke folur në telefon, i kthyer me shpinë. Valmira vendosi dorën y pamak. Era frynte fort. Zhurma e detit mbulonte gjithçka. Ka gjëra që nuk mund të rregullohen, tha ngadalë. Por ka gjëra që duhet të mbarojnë. Loriku u hutua. A çfarë do të thuash? Ajo nuk u përgjigj. Vetëm shtyu. Jo me zemërim, jo me britma, me një lëvizje të thatë, të saktë, të menduar. Trupi i Lorikut u zhvendos pas. Këmbët humbën kontaktin me tokën dhe për një çast koha u ndal. Ai pa qiellin, pastaj paramakun, pastaj fytyrën e saj të ftohtë, të qetë dhe pastaj ra. Zhurma e trupit që përplaset me ujin u humb mes dallgëve. Valët u mbyllën mbi të. Petriti u kthye nga britma. Lorik, bërtiti ai dhe vrapoi drejt paramakut. Valmira u rrëzua në gjynje duke bërtitur, ra zoti im. Ai i rëshiti. Petriti shikonte poshtë himpir. Nuk shite asgjë përveç ujit që lëvizte dhunshëm. Njerëz u afruan. Dikush thiri ndihmë, dikush tjetër telefonoi policin. Kaos, zëra, pyetje, por Valmira ishte gati. Ajo qante, dridhej, mbante barkun me duar. I thash të mos afrohej. I thash se ishte e rrezikshme. Kur erdhen autoritetet, historia ishte gati, e thënë, e përsëritur, e përforcuar nga gjendja e saj. Një grua shtatzën, një aksident, një djalosh i paqëndrueshëm. Petriti nuk fliste, syt I kishte të zbrazët. Në kokë I jehonte vetëm një fjali. Nuk e pash. Deti nuk e ktheu trupin atë ditë, as ditën tjetër, as pas saj. Pas disa ditësh kërkimesh gjithçka u ndal. U tha fjala që askush nuk donte të thoshte. Ka humbur. Në fshat njerëzit u mblodhen. Disa qanin, disa tulnin kokën, disa pëshpëritnin. Ishte I mbyllur. Deti nuk fal. Fati I keq. Valmira mbante zi, e qetë, e përmbajtur, shembullore. Në shtëpi dhoma e Lorikut mbeti ashtu siç ishte. Askush nuk e preku. Petriti nuk hynte më aty, nuk mundej. Dhe historia u ngurtësua në një fjali të vetme. Ai rëshiti një fjali që mbylli gjithë pyetje. Një fjali që e mbrojti gjithçka, një fjali që e varrosi të vërtetën në fund të detit. Por deti nuk haron. Loriku nuk vdiq atë ditë. Trupi I tij u përplas me ujin e ftohtë si një send pa peshë. Dhimbja I shpërtheu në kraharor. Ajri I ushua nga mushkërit dhe për disa sekonda ai nuk dinte as lart as poshtë. Deti ishte I egër. Valët e rrotullonin, e godisnin pas shkëmbinjve, e tërhiqnin më thellë.
Ai u përpoq të bërtiste, por uji ja mbushi gojen. Mendja u errësua. Kur u zgjua nuk ishte më në bedh. Ishte shtrirë në një dysheme të fortë me rrobat e lagura dhe trupin që i dridhej pa kontroll. Dëgjoi zëra që nuk i njihte. Një burr i moshuar boj fliste me zë të lartë, ndërsa një grua mbante një batanie mbi trupin e tij. Nuk ka dokumente, tha dikush. E gjetën poshtë shkëmbinjve. Loriku nuk mundi të fliste. Gjuhën e kishte të rënë. Syt i diqnin. Vetëm një mendim i rrinte në kokë. I përsëritur pa pushim. Ajo më shtyll. Ditët që pasuan ishin të mjegullta. U mbajt në një shtëpi të vogël pranë bregut, larg fshatit, larg rrugëve kryesore. Njerëzit që e gjetën nuk bën pyetje të panevojshme. E pan trupin e tij të mbuluar me mavjosje. Pan frikën në sytë e tij dhe zgjodhen të heshnin. Kur e pyetën për emrin, ai nuk foli. Kur e pyetën nga vinte, ai uli kokën. Në atë moshë Loriku kuptoi diçka thelbësore. Nëse do të mbiletonte, duhej të zhdukej. Ai nuk u kthye kurrë në shtëpinë e tij. Nuk shkoi te policia. Nuk kërkoi ndihmë. Frika ishte më e fortë se drejtësia. Ai e dinte se ajo që e kishte shtyrë nuk do të ndalej nëse e merrte vesh që ai ishte gjallë. Me ndihmën e njerëzve që nuk e njihnin dhe nuk e pyetën shumë, Loriku u largua pa dokumenta, pa mbiemër, pa histori. Filloi një jetë që nuk ja kishte zgjedhur, por që duhej ta duronte. Vitet e para ishin të egra. Punonte punë të rënda, flinte pak, fliste edhe më pak. Çdo natë zgjohej nga ëndra ku shihte ujin që i mbyllej mbi kokë. Çdo herë që dëgjonte zhurmën e detit, stomaku i ngrihej. Ai u rrit pa zë, pa ankesa, pa kërkesa. Mësoi të vëzhgonte njerëzit, të lexonte qënimet e tyre, të mos i besonte askujt menjëherë. Disiplina u bë shpëtimi i tij. Çdo ditë kishte një rregull. Çdo rregull e mbante gjallë. Ai e ndërtoi veten jo nga shpresa, por nga frika se mos zhdukej përsëri. Ndërkohë në Shqipëri jeta vazhdoi. Valmira u kthye nga deti si grua e thyer. Fshati e priti me heshtje, pastaj me keqardhim. Askush nuk e pyeti shumë. Askush nuk donte të dinte më tepër. Një djalë kishte humbur. Një grua shtatzën kishte mbetur me dhimbje. Petriti u shua. Nuk u bëj dhunshëm, nuk u bëj zhurmshëm. Thjesht u mbyll, punonte, kthehej në shtëpi, flinte. Dhoma e Lorikut mbeti e paprekur për vite. Derisa një ditë, Valmira e mbylli derën dhe tha se ishte koha për të ecur përpara. Kur lindi Arlisi, gjithçka ndryshoi. Ishte djalë i shëndetshëm, i fortë. Valmira e mbante në krah dhe e shite si dëshmi se gjithçka kishte qenë e drejtë. Fshati u mbush me urime. Gratë sillnin dhurata, burrat flisnin për trashëgimin. Zoti i dha shpërblimin. Thoshin, askush nuk e përmende më Lorikun. Arlisi u rrit si djali i vetëm. Shtëpia u mbush me lodra, me zëra, me plane. Valmira u bë më e sigurt, më e respektuar. Ajo merrte pjesë në çdo mbledhje, në çdo event fliste për sakrificën e saj, për dhimbjen që kishte kaluar, për forcën që kishte gjetur dhe njerëzit e besuan. Petriti u tërhoq gjithnjë e më shumë nga vendimet. Valmira mori drejtimin të gjithçkaje. Tokat u punuan më mirë, bizneset e vogla u zgjeruan. Emri i familjes u përmend me respekt. Gjithçka ishte ndërtuar mbi një mungesë që askush nuk donte ta kujtonte. Ndërsa Valmira lulëzonte, Loriku mbietonte. Ai ndryshoi emër, ndryshoi mënyrën e të folurit, ndryshoi zakonet, por një gjë nuk ndryshoi kurrë. Kujtesa. Ai nuk harroi asnjë detaj, as urën, as fytyrën e saj, as heshtjen e babait. Vitet e mbëqën të fortë, por jo të ftohtë. Ai mësoi të jetonte me dhimbjen pa e treguar. Me kalimin e kohës fitoi respekt në vendin ku punonte. Jo për historinë e tij, por për seriozitetin, për qetësinë, për faktin që nuk kërkonte asgjë. Ai nuk fliste për të kaluarën, sepse të kaluara për të ishte varri i hapur. Në Shqipëri Valmira e rriti Arlisin si trashëgimtar, ja mësoi rregullat, ja mësoi heshtjen, ja mësoi se familja është gjithçka, por vetëm nëse kontrollohet. Fshati e shite si grua të fortë. Ka kaluar shumë, thoshin. Është shembull. Askush nuk e dinte se forca e saj ishte ndërtuar mbi një krim që deti nuk e kishte mbajtur.
Dhe ndërsa vitet kalonin, dy jetë zhvilloheshin paralelisht. Njëra mbi tokë, e respektuar, e admiruar, e ndërtuar mbi gjynë njështër. Tjetra largë në heshtje, e ndërtuar mbi mbijetesë, dhe të dyja po shkonin drejt një pike ku nuk do të mund të shmangeshin më, sepse jeta e ndërtuar mbi një varreze nuk qëndron për gjithmonë. Dhe Loriku, edhe pse i zhdukur nga sytë e botës, ishte ende gjallë. Pas 15 vitesh, kthimi nuk erdhi si fitore, erdhi si rrezik. Burri që zbriti nga autobusi i linjës ndërqytetëse nuk mbante mbi vete asgjë që ta lidhte me të kaluarën përveç fytyrës. Çanta e vogël në dorë ishte e lehtë, por pesha që mbante në kraharor e bënte çdo hap të rëndë. Emri në dokumente nuk ishte Lorik, nuk kishte qenë për shumë kohë. Ai emër ishte lënë diku larg bashkë me detin, me urën, me britmën që askush nuk e dëgjoi. Qyteti i vogël e priti me zhurmat e zakonshme, motor që ndiznin, dyer dyqanesh që përplaseshin, një radio që këndonte një këngë të vjetër. Asgjë nuk e paralajmëronte shpërthimin që po afrohej. Ai ecën drejt qendrës duke shmangur shikimet, duke ecur sikur ishte vetëm një kalimtar tjetër. Por sytë e njerëzve nuk ishin të zakonshëm. Ata ndaleshin pak më gjallë. Ktheheshin pas tij, vështronin profilin, ballin, vinjen e nofullës. Diçka në atë fytyrë i trazonte. Ai u ul në një kafene të vjetër, aty ku dikur ishte ndalur me baban pas shkolle. Tani tavolinat ishin të tjera, por dyshemeja ishte e njëjta. Kërkoi një kafe dhe priti. Kur kamerieri ja solli filxhanin, nuk u largua menjëherë. Të ngjan shumë me dik, tha pa e ditur pse. Burri ngriti syt, nuk buzëqeshi, nuk e mohoi, nuk e pranoi. Heshtja e tij ishte përgjigje e mjaftueshme. Në tavolinë ngjitur, një burr i moshuar e kishte lënë gazetën hapur pa e lexuar. Ju afrua ngadalë, sikur frika të kishte peshë. Jo, murmuriti. Kjo nuk është e mundur. Ai u kthye drejt tij. Syt u takuan, gjaku i burrit të moshuar u tërhoq nga fytyra. Lorik, tha me zë të dridhur. Fjala ra në kafene si send i rënë. Zhurmat u shuan. Dikush nxori telefonin, një tjetër u ngrit në këmbë. Burri përballë tij nuk u përgjigj menjëherë. Emri i vjetër i rahu në vesh si jehon nga thellësia e ujit. Jo, tha më në fund. Jo më, por ishte tepër vonë. Fytyra kishte folur. Një video u regjistrua, një tjetër u dërgua në një grup familjar. Brenda minutash telefoni i dikujt tjetër ra me njoftim. Videoja kaloi nga duart e pakta në ekranet e shumta. Titulli u shkruaj pa menduar, djali që u mbyt është gjallë. Ai u ngrit dhe u largua. Hapat e tij ishin të qetë, por rruga pas tij po digjej. Nëpër dyqane njerëzit ndaluan bisedat. Nëpër shtëpi dritaret u hapën. Pyetjet u kthyen në akuza. Pse u tha se vdeq? Kush gënjeu? Si mbieto? Kthimi i tij nuk ishte sekret më. Në shtëpinë e Valmirës telefoni ra pa pushim. Ajo e pa videon pa zë një herë, 2 herë, 3 herë. Duart i ftohen. Për herë të parë pas shumë vitesh, mendja nuk i dha një histori gati. Fytyra në ekran ishte e pamundur të mohohej. Ishte ai, ishte djaloshi që duhet të kishte mbetur në fund të detit. Arlisi hyri në dhomë me telefonin në dorë. Syt i kishte të ngulur në ekran. Nën, tha, kush është ky? Valmira u përpoq të fliste. Fjalët nuk u rreshtuan. Një gënjeshtër e vogël u dha, por ra në dysheme para se të mbërrinte të veshët e tij. Janë marzira. Shtoi me zë të dobët. Internet. Arlisi nuk e uli telefonin, e pa përsëri videon. Diçka brenda tij nuk u pajtua. Një ndjesje e çuditshme, si kujtim që nuk ishte i tij, por që e njihte. Në mbrëmje burri u ndal përballë shtëpisë ku ishte rritur. Nuk hyri. Qëndroi jashtë me duart në xhepa. Rruga u mbush shpejt, fqinj të afërmi, kureshtar. Telefonat u ngritën, dritaret u hapën, një perde u lëviz. Valmira u afrua te dritarja. Sytë e tyre u takuan, asnjëri nuk foli. Nuk kishte fjalë për atë çast. 15 vite u mblodhen me një shikim të vetëm. Ai nuk shfaqi urrejtje. Ajo nuk gjeti forcë për të buzëqeshur. Prania e tij ishte mjaft. Dikush nga turma bërtiti. Na the të vërtetën. Një tjetër. Pse u mbyll gjithçka?
Policia u thirr, gazetar lokal mbërritën, mikrofonat u ngritën, kamerat ndezën dritat. Historia e varrosur me kujdes po nxirrej në dritë. Petriti doli nga shtëpia I kërrysur. I kishte flokët të thinjura dhe shikimin e lodhur. Kur e pa djalin u ndal. Këmbët nuk e quan më tej. Zëri I doli I thyer. Ju nuk pash. Zgjodha të mos shihja. Fjalët u regjistruan, u shpërndan, u komentuan. Heshtja e tij e vjetër u bë provë e re. Burri që kishte ardhur si huaj nuk u përpoq të shpjegonte gjithçka. Nuk kishte ardhur për fjalë. Prania e tij, fytyra, koha e humbur. Këto ishin më të forta se çdo rrëfim. Ai u largua ngadalë nga turma, duke ditur se kthimi I tij kishte bërë atë që duhej. Kishte çarë gënjeshtrën. Në rrjetet sociale videoja u përhap kudo. Kujtime të vjetra u rishkruan. Njerëzit kujtuan urën, ditën e kërkimeve, fjalinë që kishte mbyllur. Ai I rrëshiti. Tani fjalia dukej e brish, por rrinte. Djali që ishte shpallur I vdekur kishte kthyer e gjallë dhe me kthimin e tij e vërteta kishte gjetur rrugë. Jo si britm, por si plagë e hapur që nuk mund të mbulohej më. Ai u largua nga shtëpia e vjetër pa u kthyer pas. Nuk kishte fituar asgjë ende, por diçka ishte thyer përfundimisht. Dhe kur gënjeshtra fillon të rrjedhi, askush nuk mund ta ndalë. Shembja nuk erdhi si një goditje e vetme. Erdhi si një seri zhurmash të vogla që askush nuk I ndaloi dot. Filloi me një zë. Një burr I moshuar që kishte jetuar pranë bregut atë ditë fatkeqe 15 vite më parë, foli I pari. Jo përpara kamerave, jo me zë të lartë. Foli në një zyrë të vogël policie me duar që I dridheshin dhe sy që nuk ngriheshin nga dyshemeja. E pash, tha, nuk e thash kurrë. Ai tregoi se kishte parë një trup që binte jo si dikush që rrëshet, por si dikush që shtyhet. Tregoi për një grua në parmak, për një lëvizje të thatë, për britmen që u përpi nga dallgët. Për vite me radhë kishte heshtur nga frika, nga turpi, nga bindja se e vërteta nuk do të ndryshonte asgjë. Por tani djali ishte gjallë dhe heshtja nuk kishte më kuptim. Pas tij erdhi një grua. Ajo kishte qenë aty atë pasdite. Kishte parë Valmirën të rrëzohej në gjunjë me britma që erdhen tepër shpejt. Ajo nuk u habit, tha gruaja. Ajo reagoi sikur e dinte. Çdo dëshmi ishte si një qarje tjetër në murin e ndërtuar me kujdes. Pastaj dolën dokumentet. Një raport mjekësor I lënë për gjysmë, një pres verbal I shkruar me nxitim, një deklaratë e përsëritur fjalë për fjalë nga Valmira pa asnjë ndryshim sikur të ishte mësuar përmendësh. Një polic I ri që atëherë kishte qenë praktikant pranoi se çështja ishte mbyllur shpejt për shkak të rrethanave familjare. Gjithçka që dikur ishte quajtur aksident tani dukej si vendim. Në shtëpinë e Petritit ajri ishte bërë I padurueshëm. Ai nuk flinte më. Rinte ulur në karrigen pranë dritares duke parë rrugën bosh. Çdo zën nga jashtë e bënte të dridhej. Çdo lajm I ri e shtypte më thellë. Kur policia erdhi për herë të dytë, ai nuk u përpoq më të shmangej. Unë e dija, tha më në fund, me zë që mezi mbahej, por nuk doja ta besoja. Fjalët I dolën të copëzuara. Pranoi se kishte ndjerë diçka të gabuar atë dytë, se kishte parë mënyrën si Valmira fliste, si përsëriste historinë, si e shtypte çdo pyetje. Pranoi se kishte zgjedhur qetësinë, familjen, frikën nga përballja. E lash djalin tim të vdiste, tha. Edhe pse ishte gjallë, ai u thye aty jo me britma, por me një dorëzim të plot, një burr që kishte mbajtur gjithçka brenda për vite. Tani nuk ishte më forcë të mbante as veten. Ndërkohë Arlisi po mësonte të vërtetën në copza. Fillimisht ishte videoja, pastaj dëshmit, pastaj dokumentet që qarkullonin nëpër media. Ai u ul vetëm në dhomën e tij dhe I lexoi të gjitha. Çdo fjalë I rëndonte më shumë se tjetra. Ai nuk ishte djali I vetëm. Nuk kishte qenë kurrë. Trashëgimia që ishte premtuar nuk ishte dhuratë, por përfitim nga një krim. Emri që mbante nuk ishte ndërtuar mbi punë dhe sakrificë, por mbi zhdukjen e dikujt tjetër. Ai u përball me Valmirën natën. Çfarë ke bërë? E pyeti pa ngritur zërin. Ajo u përpoq të fliste, u përpoq të qante, u përpoq të kthente historinë në sakrificë, por fjalët nuk u lidhen. Sytë e Arlisit nuk I besonin më. Ti më more një vëlla, tha. Edhe mua më more.
Ai u largua nga shtëpia atë natë, duke e lënë Valmirën vetëm për herë të parë. Të nesërmen banka bllokoi llogaritë, një ordër i përkohshëm derisa të sqarohej që është e trashëgimisë. Tokat u ngrinë, bizneset u vunë nën hetim. Çdo gjë që Valmira kishte ndërtuar me durim dhe kontroll u ndal brenda një dite. Në fshat klima ndryshoi menjëherë. Gratë që dikur i sillnin ushqim nuk e përshëndetën më. Burrat që e kishin mbrojtur ulën kokën. Dikush përshtyp pranë portës së saj, dikush tjetër shkroi fjalë të rënga në murin përballë. Vrasë, gënjeshtare, natur prove. Valmira doli një herë për të bler bukë. Nuk arriti. Zërat e ndoqën, telefonat u ngritën, pyetjet u kthyen në akuza. Ajo u kthye në shtëpi pa folur. Media nuk e la të marrë frym. Fotografi nga e kaluara, deklarata të vjetra, pamje nga shtëpia e saj. Gjithçka u shfaq në ekran. Narrativa e gruas së fortë u shpërb para publikut. Nuk kishte më kontekst, nuk kishte më justifikim. Fshati që e kishte mbrojtur tani kërkonte llogari. Në shtëpi, Valmira u ul vetëm në tryezën e madhe. Asnjë pjatë nuk u shtrua, asnjë zë nuk u dëgjua. Muret që dikur i kishte prekur me ambicione tani i dukeshin të ngushta. Ajo e kuptoi se gjithçka kishte mbaruar jo kur humbi paratë, por kur humbi heshtjen e të tjerëve, sepse heshtja ishte mburoja e saj e vërtetë. Tani askush nuk heshte më. Petriti u dërgua në spital pas një krize të rëndë. Arlisi nuk e vizitoi jo nga urrejtja, por nga paftësia për të përballuar gjithçka njëherësh. Loriku nuk u shfaq publikisht, nuk kishte nevojë. Shembja po ndodhte pa të. Valmira mbeti vetëm në mes e asaj që kishte ndërtuar. Emri i saj u bë sinonim i tradhtisë. Çdo histori që dikur e zbukuronte tani përdorej kundër saj dhe fshati që dikur e kishte ngritur lart e rrëzoi pa mëshirë, sepse kur e vërteta del, ajo nuk kërkon drejtësi, ajo kërkon llogari dhe ajo ditë kishte ardhur. Gjykimi nuk erdhi si sken gjyqi me britma dhe goditjet që kani, erdhi si një pres ngadalë, i ftohtë, i pashmangshëm. Valmira e ndjeu këtë që në mëngjesin e parë, kur askush nuk e thirri më zonjë. Kur policët hynën në shtëpi pa respektin e dikurshëm, kur pyetjet nuk u formuluan më si sqarime, por si kërkesa për përgjigje. Ajo u ulit me shpinë të fortë, me fytyrën e ngrirë, duke u përpjekur të ruante kontrollin që e kishte shpëtuar gjithë jetën. Por kontrolli nuk ishte më i saj. Dëshmit ishin mbledhur, rrëfimet ishin përputhur, heshtjet e dikurshme ishin thyer nga njerëz që nuk kishin marrë sy të mbronin askënd. Çdo fjali që ajo kishte thënë për vite me radhë u kthye kundër saj. Çdo detaj që kishte rregulluar me kujdes u lexua tani si provë e ftohtësisë së saj. Kur e pyetën për herë të fundit për atë ditë, ajo nuk qau, nuk bërtiti, vetëm përsëriti versionin e vjetër, të konsumuar, të pafuqishëm. Ai i rëshiti. Fjala ra bosh, sepse tani askush nuk rëshiste më në gënjeshtra. Në shtëpi, Arlisi po mblidhte gjërat e tij. Nuk kishte largim dramatik. Ishte i heshtur, i vendosur, pa kthim pas. Çdo send që prektej duke i huaj. Çdo fotografi në muri kujtonte se kishte jetuar në një shtëpi ku e vërteta ishte fshehur me qëllim. Valmira u përpoq të fliste me të. Unë e bëra për ty, i tha, për të ardhmen tënde. Ai u kthye dhe e pa drejtë në sy për herë të parë pa frikë. Ti e bëre për veten, tha, dhe më more gjithçka tjetër. Ajo u përpoq të afrohej, por ai u tërhoq. Nuk ishte më vend për përqafime, nuk kishte më vend për justifikime. Ai e kuptoi se trashëgimia që ishte premtuar ishte ndërtuar mbi zhdukjen e një jete tjetër, se emri i tij ishte rritur në hijen e një krimi. Nuk dua asgjë nga kjo, tha, as emrin, as tokën, as heshtjen. Ai doli nga shtëpia pa u kthyer dhe me të u largua edhe iluzioni i fundit i Valmirës se kishte vepruar si nën. Petriti nuk e përballoi dot fundin. Ai humbi gjithçka që kishte përpjekur të ruante, familjen, respektin, veten. Kur e kuptoi se djali i tij i madh ishte gjallë dhe se i vogli po largohej prej tij, diçka brenda tij u shem përfundimisht. Ai nuk u mbrojt, nuk kërkoi falje publike, vetëm pranoi fajin e tij në heshtje. Nuk mbrojta të vërtetën, tha një herë dhe e pagua. Ai u largua nga shtëpia që kishte ndërtuar, nga toka që kishte punuar, nga emri që kishte dashur të mbronte. Nuk kishte më çfarë të mbronte. Çdo gjë që kishte ruajtur përmes heshtjes tani ishte humbur për shkak të saj. Loriku nuk kërkoi hakmarrje. Ai e ndoqi procesin nga larg pa u shfaqur më shumë se ç'dhej.
Nuk doli për intervista, nuk kërkoi dënime më të rënda, nuk kërkoi turpërim. Ai e kishte kaluar atë fazë vite më parë në ditët kur mbijetesa kishte qenë e vetmja gjë që interesonte. Kur u pyetën nëse donte drejtësi, ai tha vetëm kaq. E vërteta ka bërë mjaft dhe ishte e vërtetë. Valmira u përball me gjykimin e djalit të saj, jo si nën, por si grua që kishte zgjedhur pushtetin mbi gjakun. Ky ishte dënimi më i rëndë. Jo ligji, jo opinioni publik, por refuzimi i atij për të cilin kishte shkatëruar gjithçka. Fshati nuk e përmendi më emrin e saj me respekt. Nuk kishte nevojë për sharje. Mjaftonte heshtja, mjaftonte shmangja. Ajo që dikur kishte qenë qendër e çdo bisede, tani ishte një prani që njerëzit e anashkalonin. Shtëpia u zbras, zërat u shuan, muret mbeten, por nuk flisnin më për ambicie, flisnin për gabime. Emri i familjes mbijetoi sepse nuk ishte ndërtuar vetëm ajo. Tokat nuk u zhdukën, kujtimet e vjetra nuk u fshin, por Valmira, gruaja që kishte dashur ta zotëronte gjithçka, u zhduk nga historia si figurë që askush nuk donte ta kujtonte. Loriku u largua përsëri jo për t'u fshehur, por për të jetuar. Ai nuk mori asgjë me vete përveç paqes që vjen kur e vërteta thuhet me zë të lartë. Ai e dinte se disa plagë nuk shërohen me ndëshkim, por me dritë, sepse trashëgjimia mund të vitet, por gjaku mban mend dhe deti nuk harron kurrë. Historia nuk u mbyll me fesë, u mbyll me kuptim dhe kjo ishte më e fortë se çdo hakmarrje. Disa familje shkatërohen nga dhuna, të tjera shkatërohen nga heshtja. Në këtë histori askush nuk fitoi, as gruaja që u përpoq të kontrollonte fatin, as burri që zgjodhi qetësinë në vend të së vërtetës, as djali që mbijetoi. Sepse kur gënjeshtrat mbrohen mjaftueshëm gjatë, ato bëhen shtëpi dhe rrëzimi i asaj shtëpie nuk lë askënd të paprekur. Gjaku nuk harron, e kaluara nuk mbetet e varrosur dhe deti i mban të gjitha sekretet që i jepen deri në ditën kur i kthen mbrapsht. Faleminderit që ndoqët histori të vërteta. Nëse kjo histori ju preku, ndani mendimin tuaj në komente. Dhe nëse e vlerësoni punën tonë dhe dëshironi të na mbështesni drejt për drejt, mund të përdorni Super Thanks. Ndihma juaj na mundson.